Në Kosovë, Autoriteti i Ushqimit dhe Veterinarisë që prej 3 korrikut ka bërë publike gjetjet paraprake, sipas të cilave në produkt është konstatuar një përqindje e lartë e vajit të palmës. Pavarësisht debatit të ngritur prej më shumë se një muaj për qumshin vita, në Shqipëri ende nuk është marrë asnjë mas për tërheqjen e këtij produkti nga tregu. Sipas kreut të shoqatës së përpunimit të qumshit në Shqipëri, Ilir Pilkut, kontrollet e ndërmarra nga AUV në Kosovë dhe aludimet e ngritura ndaj kompanisë janë të motivuara politikisht dhe nuk mbështeten në një përfundim zyrtar të analizave. Në këndvështrimin tim, në radhë parë duhet të them që unë e shikoj më tepër si një situatë politike, brenda forcave politike në Kosovë. A duhet kemi neve më tepër kontrolle në lidhje me importin e qumshit vita, patjetër që duhet të kemi, ne duhet të shohim në radhë parë skedën teknike, kur një produkt vjen në dogan, si është i etiketuar, dhe në bazë të saj neve japim të drejtën për të hyrë në tregun shqiptar. Pra patjetër që kërkohet një vëmendje ndoshta edhe e veçantë në një rast të tillë, i cili ka marrë për mendimin tim është shumë artificial. Nga ana tjetër, eksperti i sigurisë ushqimore Granit Sokolaj sqaron se përdorimi i vajit të palmës nuk është i ndaluar me ligj. Sipas tij, problemi qëndron te transparenca, pasi përqindja e këtij përbërësi duhet të deklarohet qartë në etiketën e produktit. Ai thekson se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në vendin tonë duhet të ushtrojë kontrolle më të rrepta, veçanërisht për produktet e importuara që tregtohen në vend. Mjafton që kompania ta deklarojë në etiketë, duhet të etiketohet sigurisht vaj palme, jo yndyrë bimore, duhet deklarohet dhe përqindja e përbërjes së produktit, aty ku lejohet dhe duhet përdoret ose mund të përdoret. Në raport qoftë me viten deri dje apo edhe me kompani tjera, AKU, pra është homologu i AUV, nuk ka bërë asnjë veprim. AKU sigurisht mund të kishte ndërhyrë në treg për të komunikuar së pari me AUV në Kosovë se për cilat produkte ka dyshime, për cilat produkte janë marrë mostra, dhe ato t'i bllokonte që të mos lejojë shitja e tyre deri në daljen e rezultatit të analizave. Nëse do të flisnim për një mbrojtje të mirë të konsumatorit dhe standardet e sigurisë ushqimore. Ekspertët kërkojnë që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të rrisë kontrolle dhe të ushtrojë në mënyrë më efektive përgjegjësitë e tij me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore për konsumatorët. Sipas tyre, mbrojtja e konsumatorit kërkon monitorim të vazhdueshëm dhe reagim të shpejtë nga institucionet përgjegjëse, sa herë që ngrihen dyshime mbi cilësinë e produkteve në treg.